Përshëndetje, mirë se keni ardhur në The Faith Factor Podcast. Ky është episodi i 4 dhe unë, Jori Vila, në Oz Marketing, kam të ftuar një person shumë të veçantë, i cili është sërish një Amerikan, po kësaj radhe flet shqip. Jam shumë e nderuar që kam sot me mua Grant Van Cleave, i cili është shumë i njohur në botën e biznesit. Unë e ndjek prej kohësh edhe gjithmonë kam qenë shumë e frymëzuar për qasjen që Grant ka zgjedhur gjithmonë që të ketë krahësi biznesit në Shqipëri, krahësi ekonomisë shqiptare, për të dhënë një analizë përtej edhe për të qenë vizionar edhe për të dhënë këshilla se si sipërmarrësit shqiptar të jenë gjithmonë duke kërkuar më shumë, të jenë gjithmonë duke parë përtej kufive, qoftë kufive gjeografik, qoftë edhe kufive të zhvillimit të një biznesi. Grant Van Cleave është sipërmarrës global, investitor angel ose angel investor, është udhëheqës i mirënjohur i biznesit, është gjithashtu presidenti i American Chamber of Commerce në Shqipëri, dhe ndërkohë që krijon edhe mbështet kompani të reja në gjithë botën, ka ndërthurur dhe besimin e tij të krishterë me leadershipin dhe ndikimin në komunitet, që është edhe tema kryesore e këtij podcasti. Por sigurisht sot përtej kësaj do të flasim për historinë e Grantit dhe gjithashtu për të mësuar më tej çdo lider edhe çdo sipërmarrës dhe çdo i ri në biznes, pse jo, që do të di më shumë jo vetëm për besimin e Grantit, por se si ai nga përvoja e tij ndër vite. Faleminderit shumë Grant që pranove ftesën edhe që ndodhesh me mua sot në Oz. Shëndet ti. Jemi bashkë. Granti zgjodhi ta bëj bisedën në shqip për lehtësinë e dëgjuesve dhe mua më ka bërë përshtypje që herën e parë kur kam dëgjuar Grantin që të flasë në shqip se sa mirë e flet. Pyetja e parë ka të bëjë me ardhjen e parë në Shqipëri. Çfarë të solli këtu fillimisht? Ka disa mënyrat ose këndshëtrimit në të cilin mund të përgjigj pyetjen. Unë ishem në koha që komunizmi në ra këtu, pra 90-91, ishte tamam periudhë që ishte duke mbaruar një shkollë biznes, një Wharton School në Universiteti e Pennsylvanias në Philadelphia. Në fillim e kohës si studiues, filloje si një jo besimtar njeri, vetëm dhënë pas lek, dhënë pas party, domethënë ishte duke ndjekur gjërat shumë ndryshëm. Edhe Zoti më ka prekur mua dhe në mënyrë që kam, mund të them, ndryshuar komplet. Kur përdorim këtë fjalë rilindje, është tamam Granti i vjetër është ndryshëm nga i ri, edhe gjatë kohës që ishte duke studiuar, ajo periudhë kur ra muri Berlini. Ne si grup studentet nuk mund të them që ishim shumë idealist ose njerëz që duan të ndryshojnë botën, vetëm donin të gjejnë një vend të mirë punë ose hapin një biznes edhe të bëhemi të pasur. Në këtë moment ishte një periudhë shumë e veçantë në histori dhe disa folësit na kanë sugjeruar që mund të kthehesh te karrierin, por nuk mund të vish pas 30 vjetësh dhe thosh do jap një kontribut në X vend. Po mirë, mund të ketë ndryshuar një pjesë tjetër të botës, por ky ishte një periudhë, një grup shtetat, një grup njerëzish që nuk kanë pasur akses as për besimin, as për mësimet, për biznes, edhe për jetën në përgjithësi, kanë qenë më të izoluar edhe tash e keni mundësi të ndikosh në një jetë. Disa personat ose një shtet. Mirë është të ngresh duart edhe thuash jam gati të vi, të jap një kontribut 6 mujore, 1 vit, 2 vjet, nuk e di. Unë thash të paktën jap 6 javë. Pas diplomimin, pak a shumë direkt futën në aeroplan dhe bashkoje me një ekip që ishte në Vjenë dhe udhëtuam gjithë zonën e Ballkanës edhe arritëm në një moment kemi ndihmuar edhe në ish Jugosllavi, edhe në Shqipëri, edhe në Bullgari. Por pjesë në Shqipëri më dha shumë përshtypje. Shqiptarët që ishin goxha të hapur për ndryshimet, kishin një etje, nuk flasim më pas për ulje, por në një farë mënyrë një gadishmëri të dëgjojnë, edhe të mësojnë, edhe me qenë se janë shumë mikpritës, me kanë përkrahur si mik edhe kam thënë, e gjeta vendin. Unë do mbaroj këtë turin 6 javore edhe do kthehem në Shqipëri. Do rri pak. Fillimi ishte një ndola si vullnetar 6 mujor, i përsëritë, vash mund të themi 6 javë, do bëhet 6 muaj bëhet 6 vjet. Kam qenë në këtë botë jo fitim prurës, me organizata të ndryshëm dhe duke dhënë konsulencë në fusha të ndryshëm për një periudhë ka 91 deri në 97. Nështë del pak nga tema e fillimit, po mua më ka pëlqyer gjithmonë dhe më ka impresionuar fakti që shoqëria amerikane është shumë e prirur ndaj vullnetarizmit. Dhe mënyra se si ti erdhe fillimisht në Shqipëri ka qenë përmes vullnetarizmit dhe dëshirës për të ndihmuar.
Unë vetë karrierën time e kam nisur si vullnetare dhe edhe studentëve ja them shpesh që gjatë 4 viteve të shkollës time unë kam qenë vazhdimisht duke punuar si vullnetare në organizata të ndryshme për fëmijë me aftësi të veçanta, për Kryqin e Kuq shqiptar, për Lëvizjen Mjaft atë kohë dhe disa organizata të tjera. Por sot e kësaj dite, dhe para 20 viteve që unë kam përfunduar studimet, edhe sot e kësaj dite, nuk e shikoj që vullnetarizmi të jetë pjesë themeltare e shoqërisë shqiptare, të përkrahet, të promovohet, apo madje në një periudhë kohë kam bërë edhe një projekt ligj për vullnetarizmin që nuk kaloi asnjëherë draftet në parlament, por çfarë mendimi ke në lidhje me vullnetarizmin dhe qasjen që kanë shqiptarët për këtë dhe pastaj për të kaluar te përullësia që ndoshta kjo është edhe arsyeja. Fillim e përgjigjes mund të e ke përmendë amerikanët ndalin vullnetar. Më duke ke të drejtë, amerikanët janë më të prirë në këtë drejtim se sa janë evropianët. Në përgjithësi, nuk e di pse, ai te Tocqueville, ai filosof francezi ishte ka bredhur Amerikë, janë shumë ndryshëm, janë gjithmonë gati të japin krah njëri tjetrin, nuk janë dhënë sipas fisit, janë një komunitet që ka arritur si pioner në një vend i ri edhe japin dorë njëri tjetrin, ka një gatishmëri që është pak të ndryshëm. Ndosh mund të lidhet edhe me besimin që ishte më forcuar në Amerikë se sa në Evropë në ajo kohë. Por në Shqipëri është edhe veçantë mes të Evropës, sepse më duket ka prishur çik punën në kohë e komunizmit. Vullnetarizmi se në thonzat vullnetar, do punosh 6 ditë edhe ditën e 7 mirë është të dalësh vullnetar në lagje dhe pastros lagjen ose të shkosh në për terracat. Të japësh edhe një jetë gjë me pushim. Thosh vullnetar jam sepse nuk më kanë detyruar, por edhe kanë krijuar kushtet nëse nuk dilni vullnetar, do ketë pasoja. Kur kam kuptuar këtë gjë, kam thënë që është vështirë të mbushin mendin shqiptarët. Ajo fjalë është korruptuar në një farë mënyrë, vullnetar, nuk është diçka që dikush e bën nga zemër për të ndihmuar të tjerë. Ka ndryshuar pak nga pak. Kur shoh edhe në një maraton Tiranës, janë 1000 të rinj që kanë thënë është mirë të përkushtojmë kohën të ndihmojnë një gjë e veçantë. Donte koha në Shqipëri. Por edhe shqiptarët që kanë qenë në Greqi, Itali, që prapë nuk kanë një kulturë vullnetarizmi, nuk është që kanë mësuar një gjë të tillë. Por unë mendoj afatgjatë shqiptarët që janë në një farë mënyrë jemi shumë fokusuar te familjat edhe fisin. Për nga në tjetër jemi edhe i zemërgjerë. Po, dhe në fakt thirrjet për bamirësi në përgjithësi kanë përgjigje, kanë edhe aksion dhe njerëzit bëhen bashkë për të ndihmuar. Po kur bëhet fjalë pastaj për një rregullim që duket më i gjerë edhe më ndoshta komunitar, po që përshkon përtej asaj nismës personale, aty mund të ketë bëjë edhe fakti që vullnetarizmi dikur ishte i imponuar dhe jo vullnetarizmi i vërtet. Shumë e vërtet. Megjithatë ka shumë vlerë tek vullnetarizmi. Edhe për të rinjt, edhe për të gjitha moshat. Përveç shërbimit komunitar, edhe përvojës me punën, edhe pastaj për kalitjen e përullësisë. Po, siç ke përmendur. Dhe ideja që ne mund të dalim jashtë vetës, të mos rrim të mbyllur brenda sheku duke parë problemet që kemi, ose të krahasojmë me njëri tjetrin, ose ne si shqiptarët me një vend tjetër. Ne krijon një kallbje brenda shpirtit tonë. Edhe pavarësisht nga përveç edhe çështjen e fesë, që po themi një gjë edhe më thellë se sa shpirti, për thjesht njerëz kush jetë më duket jemi e krijuar në një mënyrë që ne kur kemi fokusin të vetvetes, jo të gjërat rreth rrotull, ne dalim për më keq, kemi pasojë negative gjatë kohës që mund të lulëzohemi vetë në jetën kohë që bekojmë të tjerë. Më pëlqen shumë që sa herë që flet për Shqipërinë edhe shqiptarët thuan ne. Edhe kjo tregon shumë për ty edhe për dashurinë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Kur ke filluar të flasësh me ne? Interesant, them të drejtë nuk e di. Avash. Domethënë është në fakt është shumë e veçantë. Dhe interesant ideja që një farë mënyrë unë e di unë kuptoj faktin që jam një Amerikan, më jep një mundësi të ndihmoj në mënyrë tjetër, ose më japën një besim që nuk besoj njëri tjetrin si shqiptar, por në fund të fundit nuk jam këtu si Amerikan, jam ndihe si një pjesë e shoqërisë. Janë disa gjërat ku jam më Amerikan se sa miq të mi shqiptar, por me kalimin e kohës, aq më shumë tash këtë të thash përpara kam ardhur filuar 91. Pra para 34-35 vjet, ka qenë me shkëputje, 5 vjet po, 5 vjet jo, pas për shembull 5 vjet në fillim, pastaj bredha zona ballkanike, kam qenë me banim në Greqi, me projekte të ndryshme në Rumani, Bullgari, Turqi, por
prap jam kthyer këtu. Edhe në këtë moment, në 2010, pas një periudhë ku kam punuar kam pasur një firmë ndërtim, kam ndërtuar ca vilat në drejt Saukut atje dhe ishte goxha përfshirë, por më është hapur një mundësi në Amerikë. Dhe ke përmendur ajo angel investor, një mundësi të merren me venture capital, me filimin e firmave të reja në Amerikë dhe ka ecur shumë mirë, mund të them. Mbarë dhe pa pritur Zoti më ka hapur një rrugë, një mundësi të bëj një punë më shumë se sa kam pritur, sepse nuk ishte, kam qenë këtu, nuk kam qenë atje. Por prap shkoi mirë me raket. Edhe fitoje, mund të them, një lloj pavarësie ekonomike që mund të bëj çfarë të kem qef, jo një pasuri shumë, por prap një lloj pavarësie. Por prap erdhi një moment në vitin 91 që disa miq, sidomos një tan vresta që kemi përbashkë, më morin në telefon dhe tha Gjert, po ndryshojnë këtu. Ata flasin për inovacion, flasin për startup-a, Gjert. Në cilin vit? Në maj ose prill-maj 2021, domethënë para 5 vjetësh. E tha, duket që Shqipëri ka nevojë për ajo karrierë që keni në këtë moment. E thash, hajde. Për hir të Covidit, ndihet të izoluar, kam qenë brenda një vit në Amerikë, nuk ka ajo network, ndonjë mundësi që kemi. E thash, hajde, vim bëjmë një vizitë. Pas disa 2-3 ditë, unë dhe Nusën kemi qenë bashkë. Ajo me mikeshët të saj, unë me mikë të mi, duke parë, duke mbretër, duke pyetur edhe në qeveri, edhe biznes. Të dy kemi parë që kanë edhe një hapësirë, mundësi punë ose të japin një kontribut. Edhe një jetë në koha, kemi shijuar jetë si që nuk mund të imagjinoni. Kafe pas kafe, dalim, pim, shëtitemi, ishim aq kënaqur që pas 2-3 ditë kemi thënë të kthehemi në Shqipëri apo jo, dhe Nusën tha. E duket se po. Mbaroi, iku, ne kemi filluar një jetë prapë në Shqipëri. Ndoshta në ajo moment, kur kemi vendosur pa ndonjë aktivitet ose një shtrirje biznesi e caktuar, pa ndonjë pozicion punës, pa ndonjë, nuk kemi dërguar nga dikush në ka dhënë ndonjë punë, me liri komplet ku duam rrim, ne kemi thënë duam të rrim në Shqipëri. Kështu jemi këtu 100% e kohës, por ne këtu jemi. Edhe në ajo moment ne mund të themi ne. Në ajo moment ne duam të jemi pjesë dhe ndihem komod, nuk kam gjetur vetën këtu. Edhe kontributi juaj është i vazhdueshëm edhe në fusha të ndryshme. A mund të them lavdi Zotit që u hapën që ra komunizmi dhe që amerikanët erdhën, juve erdhët në Shqipëri. Dhe nuk e din nëse të kam treguar historinë, po unë Biblën time të parë e kam marrë nga daja im, i cili u bë pjesë e një kishe evangjeliste nga amerikanë që erdhën në 91-shin. Dhe unë do të kem marrë Biblën time të parë në 93-shin nga Daja, i cili ishte pjesë dhe Daja shumë shpejt lëvizi në Amerikë. Në fakt ai ka bërë një rrugtim të ndryshëm. Sot kësaj dite jeton. Domethënë nga 95-a dhe deri më sot jeton në New York. Po është ai që më ka prezantuar me fjalën e pari. Nuk është se kemi arritur ta ndërtojmë sepse ai u largua shumë shpejt. Nuk është se arriti të më ndihmoj që të ndërtoj besimin tim apo të ruaj marrëdhënien me Zotin dhe me Jezusin, por ka qenë vazhdimisht, ka qenë frymëzim dhe vazhdimisht ka qenë i kujdesshëm për të më pyetur që a isha ende një besimtare dhe sot e kësaj dite e falenderoj që bëri atë gestin që mbolli në mua besimin. Pavarësisht se rrugtimi im ka qenë me gjithashtu ka pasur, sepse jam prezantuar me Biblën si fëmijë dhe ka pasur ulje ngritjet e veta derisa jam bërë pjesë e një kishe para 5 vitesh edhe ka qenë momenti i rilindjes, krijimi i identitetit të krishterë. Po nga amerikanët ka ardhur. Dhe unë jam shumë falenderuese për këtë. Faleminderit Zotit. Jo vetëm amerikanët, por edhe gjithë shqiptarët që përqindje e mirë njerëz që kanë ardhur. Po, nga kisha të ndryshme, patjetër. Zoti ka rrugët e tij edhe janë shumë të planifikuara. Domethënë, nga sa ti them, ti mendon se Shqipëria ishte pjesë e planit të Zotit për ty? E duket se po. Sepse gjithmonë kur të përpiqem të merrem me diçka tjetër në një vend tjetër, Zoti ose më jep dryë dhe thot hajde kthej në vend, ose allash me një litar të tërheq. Edhe shqiptarët vetë kanë pasur një rol në këtë. Zoti mund të ketë dhënë një diçka në zemër, por është bujari, miqësi, dashuria shqiptare që kanë krijuar edhe një jo vetëm dëshirë, por ka jetë këtu, mund të them. Domethënë të mësoj diçka Shqipëria në lidhje me besimin që nuk ta kishte mësuar Amerika? Po, më shumë në këtë fushë që thash që ata duan njëri tjetrin, janë zemërgjerë, janë bujar. Kam ndenjur 18 muaj këtu se
15-16 muajt me një familje shqiptar që kishin shumë pak për të dhënë në bukë para, por më kanë hapur, më kanë dhënë të gjithë bashkë, jemi lutur tamam çfarë Zoti na siguroi sepse s'kishim lek as unë as ata. Kemi vazhduar shumë gjërat edhe unë nuk është që kam ardhur si dikush që kishte më shumë besim se sa ata. Në disa pikat e mund të kem dhënë ndonjë ide, dhe në pikat të tillë më kanë dhënë vetë një lloj besim edhe një fokus të personat, të individat më shumë se sa aktivitetet. Ti e di që Amerikanët janë thënë pas programet, të mbarojmë sa më shpejt, sa më sipas programet ndonjë aktivitet, por shqiptarët janë më hapur, hajde, dash sotin kismet, si do shkojnë gjërat. Që vret punën tonë gjithmonë. E di, por ka dhe një bukuri. Edhe që është, ndoshta më adrenalina. Jo, tani që jam në këtë fushë startupat që flasin gjithmonë për pivot ose agile, domethënë duhet të jesh më hapur, çfarë thot tregu, mos jesh shumë strikt, sepse ti shpik një gjë nga hiçi edhe duhet nëpërmjet marketing, nëpërmjet testimet, sondazhet, edhe një gatishmëri vetë të pranoj që ajo rrugë që kam nisur nuk është ajo, duhet të bëj kështu. Shqiptarët janë mirë me këtë punë. Unë si Amerikan ishte më bardhi zi më striktuar. Më duket ka shumë gjërat më madhor. Qoftë madhor me kuptimin që kanë të bëjnë me ndryshime në ndonjë jetë ose një person, ose siç e thash ata startupet interesant inovativ që vijnë nga Amerikë kanë ardhur në këtë moment sepse kanë kuptuar më në fund që njerëz duhet të mos jenë aq strikt, duhet të jenë më gati për ndryshimet. Dhe në këtë aspekt. Në fakt është interesant, në disa rastet më kanë dhënë mikrofon nëpër konferencat në Amerikë, në këtë fushën e inovacion ose investime, në startupat, dhe unë jap shembull nga Shqipëri. Më prish biçikletë, çfarë duhet të bëj, më ka ardhur këtu, nis për këtë punë, por mbyll ajo banka në këtë orë, për prapë shkoje këtu edhe mbyllë këtu edhe gjete dikush rrugës që më ka ftuar për një kafe, gjatë kafe se kam kuptuar që mund të bëjmë një punë bashkë tjetër, edhe vinë në shtëpi pas 6 orë edhe them sa bukur ishte. E ke paguar në banka? Jo, lere, ajo mund të bëj nesër, por ajo që Zoti ka hapur për mua gjatë kohës që ishte më hapur për çfarë mund të më vi, ishte më i bukur se sa ajo që kam planifikuar. Thotë inovacioni kërkon përballje më të shpesh me problemet, që mendja të vendoset në lëvizje që të shkojmë drejt zgjidhjeve. Po, edhe disa gjërat nuk zgjidhen direkt në afat shkurtër, duhen një çik kohë të pjekin. Nëse unë të bëj A dhe B dhe C dhe D, ndoshta arrin një D që s'është aq interesant, por nëse A dhe B, C, D arrin një që më bukur. Dënë e dur. Po, me kohën e dur. Edhe nuk është në jetën që me ajo koncept që kemi në Shqipëri që është inshallah, kismet, pavarësisht që përdor fjalë kismet, por që është stim fare, nuk kemi në ndikim fare, ose jemi në nën presionet e forcat të tjera dhe më i mirë është të dorëzohemi, por diku në mes duhet të jemi. Unë nis ditën me dash të Zotit dhe mbyll me lavdi Zotit. Bravo, fix. Fillon me dash Zotin edhe mbyll me lavdi Zotit. Pavarësisht se si ka qenë dita, lavdi Zotit gjithmonë. Javës që shkoi, më ka ardhur në mendje një nga Leadership Forum të organizuar. Mendoj ka qenë nga eventet e para ku kam dëgjuar fjalën tënde. Ishte për integritetin. Gjithë eventi, ku ishin sipërmarrës të ndryshëm, liderët fushave të ndryshme, folën gjatë gjithë agendës që ishte një gjysmë dite për integritetin në leadership, për integritetin në burimin njerëzore, për integritetin në vendimarrje, në çdo aspekt të një lideri. Më ka bërë përshtypje së fundmi sepse kam bërë disa biseda, nuk po them çfarë formati ishte, ku më ka rezultuar që nga 10 persona që pyeta, 8 prej tyre nuk e njihnin integritetin si koncept dhe ngatronin me integrimin. Dhe vazhdova të bëja pyetjet edhe përtej këtij formatit tek njerëz të tjerë, të rinj, kryesisht 20, 30, 32 vjeç, dhe më rezultoi që një pjesë e madhe nuk e din se çfarë është integriteti. A nuk flitet në Shqipëri për integritetin? Çfarë ndodh? Domethënë, mua më duket sikur është një koncept që e njoh
prej gjithë jetës dhe që flitet mjaftueshëm përderisa është parimi i bazë i një lideri, i një personi që shërben përmes biznesit të tij, përmes punës së tij, përmes kontributit në shoqëri. Por më bëri shumë përshtypje që për mua kjo është një statistikë e vogël që në 8 persona 10 të përgjigjen njësoj gabim, pra të ngatrojnë integritetin me integrimin, ka një gjë që nuk shkon. Si mendon? Interesant. Për ty çfarë është ndryshimi? Integriteti nga integrimi. Domethënë, integriteti për mua patjetër është një koncept që është themelor për parimet e punës edhe të një lideri dhe të një njeriu që duhet jetojë me parime dhe me vlera, dhe që do të thotë të bësh zgjedhjen e dur, të bësh të duhurën, të drejtën, jo për hir të dukjes apo të promovuarit të vetes, apo sepse ta kërkon shoqëria, apo ta kërkojnë të tjerët, por sepse është e drejta për të bërë. Të bësh të drejtën edhe kur të tjerët nuk janë duke të parë. Dhe për jepja shembull vajzës time, sepse më dëgjoi duke folur për këtë gjë, që i thash jenë në rrugë, në mes të rrugës, ke mbeturina në dorë, nuk ka një kosh plerash, nuk ka këm njeriu që do të shikoj, por ti gjithsesi, dhe vajza ime e bën këtë, zgjedh që plerat i mbash me vete, mbeturinën ta mbash me vete derisa të dali përpara një kosh mbeturinash ose ta marrësh me vete në shtëpi. Dhe të mos ta hedhësh pavarësisht se të shikon ose jo njeri. Pavarësisht domethënë që mund ta hedhësh në tokë edhe të mos ndihesh në faj se nuk të pa njeri. Pra integriteti është të zgjedhësh të bësh të durën. Përgjigjet që unë mora, që kishin të bënin me integrimin, ishin që njerëzit që diskutova mendonin që integritet do të thotë të integrohesh lehtësisht në shoqëri, të bashkëveprosh, të bashkëpunosh, të jesh i hapur. Pra ngatronin interesisht me integrimin. Mund të them thjesht po. Bukur shpjegim, ndryshim midis të dy. Por interesant është ajo fjalë integra ose integral, ka të bëjë me diçka që është më thelbësor. Edhe kur njëri punon ose vepron në integritet, e bën në përputhje me gjërat që ka më thellë. Edhe ndoshta në këtë rast mund të jemi me defektet ose me ndonjë lloj rritje, ndonjë lloj mos përgatitje ose ndonjë lloj formim gjatë viteve që jemi si shtrembur, si ajo kule e Pizës, edhe të bëjmë ne përputhje me çfarë kemi brenda, është të bëjmë sa veprime që nuk duken. Po ka një fazë tjetër kur njeri ka marrë të mësimet, e di çfarë duhet të bëj, e di diferencimin midis të mirë dhe së keqes, por prap nuk vepron në përputhje me ajo që ka brenda. E thotë është më e lehtë të hedh vlera atje, ose më i mirë të gënjej, se sa të them të vërtetën, ose të jap një bakshish, sepse është më e lehtë. Pra të integrohesh, të mund të integrosh besimin, ose mbushje mendjes që ke marrë në një mënyrë, të vinë në një mënyrë që është rrënjosur thellë, dhe pastaj del natyrisht. Duhet edhe një bindje, por edhe duhet të bëjmë një punë më në brendësi, të lejojmë farat, mund të themi, të mbjellen në jetë dhe pastaj të lullëzohen me veprat me integritet. Mirë është të pranojmë që kemi ca gjëra të shtrembur, edhe mirë është të mësojmë edhe në jetën koha të reflektojmë, të bëjmë aq më thellë, të jemi në një shoqëri me njëri tjetrin që ne nxisim njëri tjetrin të jemi në përputhje me vërtetën. Vërtetën që kemi marrë, vërtetën të mund të lexojmë në Biblën, vërtetën që mund të mësojmë duke pranuar qortimet ose inkurajimet e të tjerëve, të jemi në një jetë drejt një përputhje, diçka më integral, të jemi në përputhje me kësaj. Kjo është integriteti. Që ka një të vërtetë dhe një të mirë që është mbi egon tonë, më shumë se sa egoja janë. Dhe që na bën mirë edhe neve në fund. Kjo pyetje më pëlqen shumë. Çfarë ke mësuar nga shqiptarët për durimin, vuajtjen dhe për shpresën? Për durim, për vuajtje dhe për shpresën. Një pjesë të kësaj e kap me këtë faktin kur e thash që kam banuar me një familje shqiptare që kishin plot durim, plot, domethënë nuk qanin kokën për vështirësitë e ditës, edhe prapë më kanë dhënë një dashuri edhe një bujari në ekstrem. Edhe jo vetëm mua, edhe të tjerët e kam mësuar sepse kanë qenë mikpritës ndaj të gjithë të lagjës ose miq që kanë ardhur, kanë qenë me një lloj integritet, një jetë lloj mikpritje për të gjithë. Por të çështjen e shpresës që ka të bëjë me durim, sepse shpresa është nesër do jetë ndryshëm dhe do vë besimin
Dhe besimi është një gjë aktiv. Unë besoj që Zoti na ka dhënë këtë ose na ka dhënë këtë premtim që më jep shpresë dhe duhet të hedh një spirancë tek ajo ardhmja e sigurt ose faktin që ai do rri me ne gjatë problemet që mund të ndodhen, që mund të hasim. Po këtë shpresë kërkon një durim, sepse nuk është thënë që direkt do të na jap ajo gjë që ne duam. Por nëse përpiqemi të rrimë me ata. Pra shqiptarët në këtë rast në një farë mënyrë vetëm shpresë kishin. Të paktën në 91 për shembull që kanë pasur sa probleme, ishin drejt shkamësit, ishin mbyllur brenda duke thënë që është edhe më keq jashtë dhe pastaj kanë kuptuar që mos është më mirë jashtë dhe dinin të zhgënjur për nuk ishin një gjë përveç nesër. Nesër shpresojmë do jetë më mirë se sot. Edhe faktin që kanë qenë me një drejtim jo vetëm çfarë sot, por hajde, durojmë sepse nesër do jetë më mirë, ka qenë shumë, ka prekur shumë. Por ka ardhur një moment që gjatë kohës ndoshta kur folëm për integritetin, janë shumë që kanë humbur shpresën. Edhe tha më mirë marrim çfarë kemi për sot sepse nuk e di për nesër. Qoftë në nivel mikro në jetën e tyre ose ajo çështjen e besës për shembull, japim fjalë, nuk është ajo, ka qenë më fuqishëm se sa është. Ka qenë institucion. Ne mund të themi, mund të shikojmë heqjen e pyllin e golemit, për shembull. Gjitha ata pishat e bukur e gjerat, heqin, çajin kështu, betonizojmë me një gjë jo të bukur, domethënë kemi prishur një perl që kishim. Ne kemi thënë hajde, leri nesër sepse sot dua të bëj një gjë. Ajo është në nivel më makro, por prapë ka të bëjë me çdo mendim mikro që kemi. Edhe më duket të dy janë lider me një lloj shpresës edhe të jetojmë vetëm për sot, jo për nesër siç. Pra në një farë mënyrë shqiptarët më kanë mësuar mua në fillim, edhe shpresojmë që mund të luajnë një rol që të jemi prapë me shpresë. E vërtet, me zgjidhje sot për sot, por pastaj kanë ndikuar edhe tek pjesa tjetër e njerëzve që mund të jetë dukur e gabuar ky lloj mos respektimi ndaj natyrës, ndaj vendit, ndaj pasurisë së përbashkët, që pastaj kanë zgjedhur edhe të ikin nga Shqipëria. Në një fjalë tënde më mend që kam dëgjuar se sa e dëmshme është për një shtet të vogël si Shqipëria që truri të jetë në emigrim të vazhdueshëm dhe se si ndikon kjo në ekonomi. Po që vazhdon që të ndodhe sot e kësaj dite. Mua më kanë ikur shumë mikesha të mia që bashkë me familjet e tyre jetojnë jashtë, motra ime jeton jashtë me familjen e saj. Dhe ne sado që duket si popull e kemi shpresën edhe nuk na thyet. Dhe ata që jetojnë jashtë e kanë mendjen këtej. Është e sigurt që e kanë mendjen këtej dhe gjithsesi rikthehen për pushime, nuk janë të ikur përgjithmonë. Edhe i mbajnë fëmijët të lidhur. Dhe një vajzë nga stafi pak më përpara po më tregonte nipin e vet që jeton jashtë, që ishte i veshur me flamur kokë këmbë dhe po shkon në shkollë. Me flamurin kuqezi. Pra janë gjithsesi të lidhur me Shqipërinë. Dashuria për vendin është shumë e madhe, por nga ana tjetër shpresa thyhet, pastaj largohen, pastaj rikthehen. Talkat e detit. Po gjithsesi si çdo vend në zhvillim edhe me këtë traumë që ka pasur Shqipëria nga komunizmi në 87-ta e të tjera me radhë. Do doja në fakt të ktheheshim pak leadershipit, si lidhen për ty besimi i krishter edhe leadershipi. Çfarë do të thotë një lider i cili ka besimin e krishter si dallon nga liderët e tjerë? Janë më të mirë, kanë integritet, Jo, e kanë edhe mund të jap një përgjigje pak nga një drejtim dhe vit tjetër sot, nuk e di për ty, për disa pjesë e madhe besimtarë lexojnë rregullisht Biblën, edhe në këtë fazë un po dëgjoj në kufjet Biblën duke dikush tjetër lexon edhe më mirë sepse nganjëherë mësojmë nga syt, nganjëherë me gojë, nganjëherë duke dëgjuar. Edhe në këtë moment përdor veshët më shumë edhe ishte duke dëgjuar një pjesë nga Dhjatë e Vjetër, një pjesë nga Dhjatë e Re dhe është një program që jepet direkt për ditë si podcast. Edhe gjatë kohës ishte duke ardhur këtu, ishte duke dëgjuar për ai Jozefi nga Dhjatë e Vjetër, një që ka
pasur tramë sa të duash, u shitet, ka dhënë si shklav vlezërit e tij, ishte në një vend e vështirë, pavarësisht që veproi mirë si punëtor, disa e kanë tratuar, kanë futur në burg, burgosur dhe në një moment ka pasur një problem mbreti. Mbreti që kishte të gjithë pushtet vet, kishte të gjithë këshilltarët vet, me gjithë njohuri rreth rrotull i Egjiptit, ishte në qendër e botës, vendi më i pastër, më i zhvilluar. Arriti një moment që kishte një hall që nuk zgjidhte dot. Ishte një ëndër që ka marrë dhe ëndër që nuk kishte kuptim, gjithë këshilltarët e tij nuk kishin fare mundësi të zgjidhë këtë çështje. Dikush tha e kam dëgjuar ndonjë çifut që punon si shklav dhe ishte këtu, ai di 2-3 gjëra. I kanë thithur edhe ai tha, mbreti tha, ti je shumë me dijani edhe ti mund të më ndihmosh, edhe ai tha, unë jo, për Zoti e di. Edhe unë si ndjekës, si besimtar, unë mendoj që Zoti do të më ndihmoj të jap një kontribut që është më i mirë se të tjera. E dha me një vizion direkt çfarë ishte ëndër, çfarë ishte kuptimi në ëndrës, edhe pastaj çfarë duhet të bëj në zbatim të çfarë thotë ëndrën. Zoti kishte prekur një njeri me një informacion, por kishte nevojë si një qeles të hap ajo gjë. Dhe në këtë rast dikush, një njeri i Zotit, kishte të gjithë informacionin në dorë, dhe vetëm ai, gjithë njohuri, gjithë libra, gjithë përgatitjet nuk zgjidh çështjen. Edhe unë mendoj me 2 fjalë, jap këtë ideja që ne si besimtar mund të themi jemi për shkak të integritet, për shembull, unë do zbatoj ligjet, do pagoj tatime, do të zbatoj kontratat siç kam dhënë, do ruaj fjalën, do jemi i matur, do jemi i besueshëm, do janë disa gjëra që të gjithë janë mirë, por mund të kenë pasojat negative. Por në jetën kohë unë mendoj që këtë frymë e Zotit që kemi brenda nesh, siç ishte për Jozefin ajo rast, është shumë më i fuqishëm se sa gjithë këta barat që mund të marrim përsipër nëse duam një jetë me integritet. Në mënyrë unë mendoj që njerëz, edhe punëtor thjesht, por edhe në leadership, kur drejtojnë të tjerët, unë jam komplet sigurt. Ne kemi një, ne themi, unfair advantage krahasuar me të tjerët. Jemi me mendimet, me prezencën, me nguzhëllimet, me njohuri, me eksperiencët që Zoti na ka dhënë që janë tamam ata që kanë nevojë botë. Pra unë si person duhet të vi në treg me një lloj besim në një lloj krenari për një siguri në vetveten, jo sepse unë jam super, unë do them 100 herë që unë jam më i mirë, jo. Unë vi në këtë betejë që kam përpara me një unfair advantage që vjen nga prezenca e Zotit. Dhe më duket duhet të jetë një jetë në mënyrë që ne japim një drejtim të tjerët, në mënyrë që antarët e ekipit përjetojnë prezencën tonë, udhëheqjen që ne japim, ideja që ne jemi para, ne shikojmë ku duhet të shkojmë. Zoti na ka dhënë informacion, Zoti na ka dhënë edhe ushtrimet në mënyrë që mund të silemi me njëri tjetrin. Ne për shembull do kemi më të lehtë të fitojmë një kontratë krahasuar me të tjerët, do tregohet, do ndalohet prezencën e Zotit në ne, edhe mënyra ose pasojat, frytet e një jetë dhënë pas Zotit që. Shumë vërtet dhe unë mund të dëshmoj edhe vetë, edhe Ozi është krijuar si unë jam deri orientuar që në fillim nga Perëndia, edhe çdo gjë, çdo zgjidhje që mua më dukej unë nuk mund t'ja dal vetë, unë nuk e bëj dot këtë. Po ku do i gjej njerëzit që do punojnë me mua, po ku do i gjej dizajnerin e mirë që më duhet. Sidomos në fillimet kur gjithçka ishte bosh dhe ishte për të ndërtuar, qoftë edhe klientët që duhet të vinin, çdo staf që i bashkoi Ozit ishte me profilin e duhur që duhej në atë moment, me aftësitë e duhura, me qasjen e duhur për të ngritur Ozin, për të shërbyer klientëve. Klientët ishin gjithmonë të natyrës që i duheshin kompanisë në atë moment dhe në atë kohë. Edhe çdo dështim që kam pasur të themi në Oz, më pas e kam kuptuar që ka qenë pjesë e planit të Zotit. Nuk ka qenë në të vërtetë një dështim. Edhe çdo sfidë që ka qenë për të ndërtuar rrugën përpara. Sepse ne nuk mund të themi që kemi të gjitha zgjidhjet. Çdo sfidë që kemi përpara është pjesë e këtij planit dhe na ndërton më shumë drejt planit që Zoti ka për ne dhe drejt qëllimit që është më i madh se sa ne. Por ka qenë gjithmonë shumë e bukur përgjigjet që më kanë ardhur, sidomos në fillim që isha shumë e trembur, i kisha përgjigjet brenda natës, shumë të drejtë për drejta, urdhro, ja ku e ke.
Edhe sot e kësaj dite është njësoj thuajse. Ka një rrezik kur je në ngarkesë edhe në punë e sipër që mund të shfokusohesh nga drejtimi. Nëse mund të fokusohesh tek ajo që ti je duke bërë, që është zgjidhja jote e planifikimit dhe janë hapet e tua, jo domosdoshmërisht je duke ndjekur rrugën që tregon Zoti. Dhe unë e shoh sidomos në periudhë ngarkesash këtë dhe mendoj që mund të ndodhi çdo lideri dhe ndoshta të ka ndodhur aty. Si e menaxhon që fokusi jot të jetë drejt thirrjes. Gjëra më efikas ose më frutdhënës ka qenë marrëdhëniet e ngushtë me njerëz të tjerë. Domethënë që një farë mënyrë duhet të jemi sigurt në vetveten që bashkë me frymën e Zotit mund të bëjmë të pamundurën. Por nga ana tjetër duhet të jemi përulur me kuptimin prapë në përputhje me situatën që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Mund të kem defektat e mi, mund të kem gjëra që nuk kam parë, ndoshta Zoti ju ka dhënë juve një parashikime të ardhmës që është më mirë se sa kam unë edhe aq më shumë që jemi në jetë me njerëz, se cili japim zemrën njëri tjetrin, jemi edhe e përulur me kuptimin që kam nevojë, nga ana personale ose nga ana profesionale për njëri tjetrin, edhe gjëra më keq do jetë nëse dalim nëpër kafe mbasdite me miq edhe vetëm burremi, ose themi skaçe, ose flasim vetëm për sportat ose moti. Flasim për gjërat më serioze, edhe nëse duhet një lojë për kushtim që rrim jo sonte do flasim për të, jo për të, ose unë kam nevojë për një kafe të flasim edhe të kemi si praktike vazhdueshëm, jo vetëm në rast që gjërat shkojnë për keq, por të jemi më në një jetë më përulur dhe më përfshirë në marrëdhëniet me të tjerët, dhe marrëdhëniet tamam, jo vetëm. Sepse Zoti i përdor njerëzit, na drejton përmes tyre për të parë gjërat në edhe shpresoj do të më jap edhe dryg nëse duhet. Nëse jap një dryt jeshile, hajde më thuaj edhe kur më duhet dryg. Vërtet. Sepse nëse jemi vetëm, jemi si një dele e humbur. Praktikisht edhe ka shumë njerëz përfshirë veten time 5 vite e më herët, që konsideroja veten besimtare, ndërkohë që nuk po ndërtoja një marrëdhënie me Perëndin, edhe që vetëm kur isha në kish arrita të kuptoja se çfarë kisha humbur deri në atë moment edhe se çfarë ishte thirrja shpirtërore në të vërtetë, por që komuniteti i kishës më ndihmoi te masë. Dhe sot tek një njerëz që flasin, që thonë që jam besimtar, jam në besim dhe sigurisht që janë, po të ndërtosh marrëdhënie me Perëndin përmes kishës është tjetër qas, është më e thellë dhe e njeh veten më shumë, e njeh Zotin më shumë, edhe nuk je më vetëm, ke një familje. Ke një familje që Zoti e ka vënë për ty, edhe është me të vërtetë shumë e bukur. Janë miqësi të vërteta, të thella. Edhe shpresojmë që do jenë jo vetëm me njerëz që janë të njëjtën profesion ose në njëjtën stres ekonomik, për të jetë më gjerë, pse kemi nevojë mund përgjigjet ose gjërat më interesant për momentin që më prek mua mund të vi nga burimet. Nuk e di, ndosh mundej mos mbaj mend saktë, por më duket ajo në Moska. Qendra e Moskës është një kish me kështu me ngjyrat e bukura kështu. Më duket e quhet Shent Vasili, St. Basil's Cathedral. Edhe ky Vasili nuk kishte ndonjë gjë i përgatitur, ndonjë prift ose ndonjë mbret ose ndonjë gjë. Ishte një njerëz që ishte pa mendje, ishte me sëmundje mendore, aftësi të kufizuar mendore. Por ai shprehu çfarë kishte kur tha, është e bukur, s'është e bukur, është mirë, s'është e mirë. Më shprehu shumë i lirë. Edhe mbreti, edhe ai zari e mbajte afër sepse ishte vetëm një njerëz që nuk dinte teknikë, dhe mos kishte nevojë për njerëz që i shkreti, mund të them, ai tha jo, kam shumë nevojë bile, do të shballim si shëntor, sepse është një njerëz shumë ndryshëm nga mua, por kam nevojë për çfarë ka për të thënë. Grant, a mendon se leadershipi i vërtet lind nga shërbimi? Sa leadershipi lind nga shërbimi është formim interesant, por unë kjo është ndoshta një diskutim më gjatë, por besimi ynë ka si qendër një njerëz që Jezusi që ishte në të vërtetë Zot, që kishte të gjithë për vete, nuk mungonte asnjë gjë, por ka vendosur të vi mes nesh si një shërbator, si njeri si ne që jetojnë mes nesh, ka vuajtur, ka përmbaluar të gjithë, edhe nëpërmjet këtë ka krijuar, ka hapur dyert të shërimit, edhe një shpëtimit, edhe një jetë e re, edhe një shpresë për ringjalljes. Gjithë ato gjëra do hapen nëpërmjet dikush që dha jetën
për të tjerët. Edhe është pra një farë mënyrë duke nisur nga këtë, unë mendoj të gjithë gjërat të mira duhet të jenë në bazë të kësaj gjë. Të japim jetë, të sakrifikojmë për të tjerët, të kemi përpara që jeta nuk është ime. Unë jam bekuar me një jetë dhe jetë është dhënë për të shërbyer të tjerët. Mund të jetë unë shërbej duke krijuar një produkt që po mirëson tregun ose jap ndonjë gjë që krijon një mundësi të konsulencë marketing për shembull, ose ndonjë gjë më e mirë që ndihmon jetën e të tjerëve dhe na shpërblen neve në anën materiale. Nuk është them që duhet të jemi thjesht për këtë këndshtrimin që jemi këtu për të shërbyer të tjerët, krijon një situatë që jemi e besueshëm, të dashur, njerëz shikojnë një ndryshim edhe duan të ndjekin një njeri të tillë. Pra, mundësi që kemi të ndikojmë si liderat nis nga një këndshtrim shërbëtorësh. Shumë bukur, faleminderit. Çfarë do të mbetej si trashëgimi, si gjurmë e jetës tënde? Ose ndoshta je akoma duke e menduar, po duke e ndërtuar. Në një farë mënyrë, unë kam bërë shumë lloj aktivitetesh, kam pasur lloj rollat, por unë kam gjetur vetën më shumë në këtë ideja që unë gjërat për të cilin kemi diskutuar, që ekziston një shpresë, ekziston një mundësi që Zoti ju ka mbjellur diçka brenda jush që mund të lullëzohet në një gjë të bukur. Dikush është jo besimtar do shprehet më shumë si optimizëm ose një njeri me jep një inkurajim, një stimulim drejt një të ardhmës tjetër që ajo që ka pasur. Ka këtë brenda, është më shumë thellë se kaq, por prap ajo gjë që unë mund të ndikoj disa persona të kyç që kuptojnë çfarë kanë brenda, të marrin frymëzohen nga këtë që unë e jap, edhe do shpikin ose do krijojnë një të ardhmen ndryshëm për vetes edhe për të tjerët. Unë kam kuptuar që unë mund të bëj një gjë të tillë, unë mund të shpik diçka ose mund të krijoj një firmë dhe mund të operoj më të mirë dhe punësoj më shumë njerëz, por më duket që zhurmë që unë do jap është që unë do krijoj një hapësirë, do të inkurajoj, do bekoj, do jap jetën edhe do jap sakrificë. Ajo investitor angjëlor është dikush që investon në startupet e të tjera. Mendoj që Zoti më ka dhënë një shikoj si nder, mundësi të jap disa të tjera të bëjnë një gjë edhe më rezultativ në jetën e tyre edhe në jetën e të tjerat, edhe secili prej tyre bëjnë më shumë se sa mund të bëj unë vetë. Pra zhurmë është që besoj në të ardhmen ose mundësitë ose kapacitet e të tjerave, edhe për mua është një si tip shikoj si një thesar, çfarë ka këtë person brenda dhe si mund të bjell me çik ujë që të lullëzohet tamam. Fatmirësisht në Shqipëri ka shumë mundësi të tillë. Nuk është vetëm Shqipëri, punoj edhe në vende të tjera, edhe vazhdoj në Amerikë edhe ca zonat më shumë në Ballkanike dhe në lindje e mesme, kam gjetur edhe një lloj njerëz me të cili e kam pasur mundësi, por më shumë zhurmë më duket do jetë në këtë formë me shqiptare. Afaqat. Dhe në fakt je duke e bërë me disa prej nismave të tua, përfshirë edhe Kerecu. Meqense jemi drejt mbylljes, si u ndjeve në The Faith Factor edhe si do ta përkufizoje si përvojë? Ma pëlqen shumë në tyre pyetje dhe kam shumë respekt për ty si person, Jori, dhe Faleminderit. Çfarë keni bërë deri tashti dhe shikoj do të ndodh edhe më shumë me Ozin. Edhe është edhe si bashkë jemi dhe themi shtegtar. Shikojmë çfarë është, çfarë mund të bëjmë edhe mënyra që ti ke shpjeguar tashti në 5 vitet e fundit ke pasur një ndryshim, por erdhi një moment që ke thënë edhe do krijoj një hapësirë të flasim për gjëra më thelbësor. Edhe më thelbësor mund të themi më frymëror, më kështu, por edhe në një kontekst kam në tokë. Si duhet të jetojmë, si duhet të formojmë bizneset tonë, si mund të hartojmë ose formojmë më mirë kontribut që japim. Është shumë interesant. Edhe unë mendoj edhe njerëz janë disa, shpresojmë do jenë që po dëgjojnë podcastin edhe kur të mos jetë me besimin krishterë në këtë moment. Prap ka, unë mendoj gjë më keq, që është një problem që ka ndodhur shumë në Evropë, por edhe në Amerikë në kohë fundit njerëz mendojnë që është më mirë të jemi më laik, të mos merr. Njerëz kanë veprimet ose traditët e tyre, por jetë vetëm ajo që kemi të bëjë është përgatitje dhe
një formim, ndonjë ligj të kufizohen dhe njerëz të bëjnë sipas formimin që do të marrin nga shkolla, jo, kemi nevojë për besime dhe të mos kemi frikë ose në asnjë turp fare të flasim si mund të integrojmë besim që kemi në jetë. Edhe ndoshta çuditërisht se thash lindje mesme, unë punoj në lindje mesme. Një vend si Arabia Saudite për shembull, që mund të duket që janë flak musliman, nuk kanë shumë tolerancë fetare ose një bashkëveprim fetare siç kemi në Shqipëri, por në fund të fundit janë njerëz edhe janë nëse mund të punojnë me dikush që jeton sipas, është faith driven dhe jeton sipas besimin e tij. Edhe kur të jetë besim tjetër, ata krijon një marrëdhënie mjaft të ngushtë. Domethënë kam shumë miqësirat edhe partimet për bizneset e reja që mund të bëjmë dhe nuk ka fare problem që unë jam krishter dhe ai mund të jetë musliman. Në fillim kishe frikë, jo frikë, por një kështu hezitim të shpallë të jam me një besim tjetër, por pastaj kuptoja që për ata gjëra më e keq është njerëz që vinë pa fe, edhe vetëm veprojnë sipas gjërat. Edhe tham dikush tjetër që është prirë ndaj ose është dhënë pas ose është jeton me integritet, krijon shumë më shumë besim edhe mundësi bashkëpunimi. Pra, faith factor më pëlqen shumë, është një faktor. Faleminderit. Dhe në fakt unë gjithmonë kam qenë shumë e drejtë për drejtë me lidhje me besimin tim, edhe gjatë punës edhe në jetën time të përditshme. Dhe lavdi Zotit deri tani nuk kam hasur ndonjë barrierë ose njerëz që më paragjykojnë ose të paktën të më thonë në sy në Shqipëri që nuk i pëlqen ky aspekt i komunikimit tim. Unë gati jam edhe për njerëz që do më tregojnë për skepticizmin e tyre, patjetër, sepse prandaj edhe flas në mënyrë kaq të drejtë për drejtë, mbi të gjitha për të frymëzuar njerëzit që janë skeptik. Por realisht nuk e kam hasur, qoftë në biznes, qoftë dhe mendoj që Shqipëria është shumë të paktën në komunitetin e biznesit ose në njerëzit kur shohin që një cilësi shton vlerën ose integritetin ose shton besueshmërinë e një personi, nuk e shikojnë si negativitet. Pavarësisht se jemi një kombë që vjen nga një luftë me fen. Jo vetëm luftë me fen, por edhe vazhdon ajo luftë e tolerancë është në lerë mbi të gjithë. Po. Dhe siç e kam përmendur në ca rasta ky Chesterton, ai anglezi filozof, tolerancë është virtyti e dikush që nuk beson në dhe një gjë. Domethënë duhet të tolerojmë sepse nëse do ham akullore s'ka shumë rëndësi nëse do lule shtrydhe ose çokolata ose vanilje njësoj janë, por nëse gjërat janë është më shumë si matematik, 2 + 2 bëhet 4 jo 5. Edhe gjërat duhet diskutuar, duhet të lëm një hapësirë që njeri mund të besoj tamam. Pra, kemi një tolerancë për besimin, por nga prapta mos beso shumë. Mos e bën një gjë. Mos u mundoj që ta imponosh ose mos një gjë bën ndonjë gjë që kërkon ndonjë sakrificë. Paragjykon. Po. Çfarë do doje që dëgjuesit të merrnin me vete nga kjo bisedë? Unë mendoj që do merrnin shumë me vete dhe të falenderoj për gjithçka që ndave, po një mesazh të fundit. Më duket siç ke thënë, kemi folur për shumë gjëra. Unë vetëm jam falënderues që kemi mundësi edhe me njëri tjetrin në këtë rast, që kemi një bisedë të hapur, por këtë bisedë është ngjashme me bisedë që bëjmë me të tjerët gjatë ditës. Shqiptarët të vazhdojnë të jenë njerëz të hapur që bëjnë biseda. Siç kemi thënë, edhe të inkurajojmë, të nxisim njëri tjetrin, por edhe të kemi marrëdhënie që nuk janë fokusuar në disa drejtime, që japin mundësi të prekin të gjithë gjërat. Që lidhet prapë me ajo çështjen faith, mirë është të kemi mundësi edhe të flasim për çështjet shpirtërore. Shumë e bukur, shumë faleminderit për të gjitha përgjigjet. Kënaqësi. Ky ishte The Faith Factor Podcast. Shumë faleminderit që na ndoqët. Faleminderit Grant. Okej. Hey. Ishte bisedë shumë e bukur, shumë faleminderit.